Kushdo që tjetë, çfarëdo lloj gjëje që të ketë, jemi njerëz dhe për momentin kjo... Kjo me njëri që ma bën për borxh nuk kush themun. E kuptoj. Sigurisht para vetes time, nuk vej njëri. Unë nuk jam njëri që të godase para, këtë nuk e bëj. Nuk e kam bërë me asnjëri në këtë shtëpi. Unë kam qëndruar gjithmonë një versionin për historinë tuaj, të brenda. Apo që kam thënë që ka ardhur me një X klip, apo që kam thënë që ke ndarë një chip. Çfarë kam thënë tjetër unë ty? Vazhdon akoma. Apo që t'jam përgjigjur kur ti thua të vjen goja herë? Po unë e kam bërë. Atëherë. Të kam thënë unë të vjen goja herë, unë të kam thënë laj gojën kur të flasësh për mua, jo të vjen goja herë, po se doni ju, ti ndroni fjalët siç doni vetë, kjo tregon se sa mashtruesa jeni ju dhe jo. Mirë, po njerëzit e kanë parë. Ja. Po pra pikërisht se njerëzit e kanë parë, unë të kam thënë laj gojën kur të flasësh për mua, jo të mban goja herë. Nuk e thon ashtu. Nuk e thon ashtu. Po çfarë si ka për mua? Nuk ta kam dirë në një aromë në gojë, jo, Stenaldo, tash mos ti bëjmë diskutime të një niveli kaq të ulët. Jina, kështu ke thënë. Nuk kam qenë ndonjëherë kaq afër me ty sa të kam thënë laj gojë kur të flasësh për mua, është në kuptim figurativ, pra bëj shumë kujdes kur të flasësh për mua, në këtë lloj konteksti ka qenë. Do kishe qenë mirë ta kishe thënë ashtu, po çon si ka. Po, ti do e thush si dush ti, mëse ke vërdis ty, se ti... E ke gabim. Ti e këtu për veten tënde në funditës, nuk e për mua. Nuk e as për të më mbrojtur mua, as për të rritur vlerat e mia, as për të më mbajtur mua dorën. Atë që kisha këtu se ka më, kështu që ti vazhdo bëj lojën tënde dhe ndrroj fjalët si të dush ti. E ke gabim pra. Jepi Stenaldo, shpik. Shpik. E nuk hyn nga ato njerëz që... E ke super gabim. Por çka kam parë super gabim. Po unë po them qëndrimi që ka mbajtur me mua më tani. Unë nuk po them se ça bën Stenaldo aty jashtë. Aty është i provokuar nga ty vetë. Se të gjithë ne aty jashtë jemi shumë ndryshe nga çemi këtu brenda. Se si vijnë dinamikat e lojës, se si ne qasemi ndaj njëri tjetrit, ndaj lojës, dhe ndaj shumë situatave që gjendemi këtu brenda, kjo është tjetër gjë. Pra ne nuk mund të krahasojmë sjelljen tonë këtu brenda me atë që përvajsojmë ne aty jashtë. Se unë jashtë jam komplet njëri tjetër, kam një botë tjetër, kam një shoqëri tjetër, kam një lloj respekti. Nuk e vjen dyshim atë që tuti, po ka diçka. Po ma, ideali aty nuk ka treguar në asnjë moment